Çka ju thot juve kur përmendet Vidovdani edhe Gazi Mestani? Po, pyetja është shumë interesante. Nëse flasim për brezin tim, në fakt është një lloj paralajmërimi ose siç e paçujtë rrugova atëherë në Der Spiegel, revistën gjermane, ishte një lloj kërcënimi që Serbia në fakt i bënte shqiptarëve të Kosovës. Fjalimi në Gazi Mestan është një paralajmërim se në Kosovë dhe në Jugosllavi do të ketë luftra, sepse e bëre të qartë dhe ishte një projekcion që Serbia po përgatitej për ta jetësuar konceptin ose strategjinë, doktrinën e Serbisë së Madhe që ishte shpërfaq me memorandumin e Akademisë së Shkencave vitin 1986 dhe 3 vite më vonë ai vinte si një manifestim që në fakt kishte për qëllim të përjashtonte shqiptarët dhe të tregonte që Kosova nuk është për shqiptarë, por është e rezervuar vetëm për serb. Dhe në fakt, nëse dëshirojmë ta kuptojmë edhe luftën e Kosovës më vonë, ne du ta gjejmë burimin e së keqes te fjalimi i Gazi Mestanit. Këto janë ngjarje që paralajmërojnë stuhi në krejt Jugosllavinë dhe në fakt i paraprin shpërbërjes së përgjithshme të Jugosllavisë. Dhe këtu është ai, si thosh, që thot një profesor imi në Berlin,